kemi të ftuar miqdashur, një njeri special të cilin Valbona ka tentuar gati 2 muaj që ta fton këtu në studio dhe përfundimisht ja bëm një grackë dhe hop, e zoom aty ku s'duheshte dhe e sollëm këtu në emisionin tonë të mëngjesit. Pra bëhet fjalë për të nderuarin Migjen Amzaj. Migjen, mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në emisionin tonë. Mëngjesi. Kënaqësi që jam këtu. Kurthi ishte i tillë, ta vendosëm kurthin dhe supozohet nuk është kurth, por se bëjmë shaka, tash e themi kështu me sarkazëm edhe pse kemi pas nevojë shumë. edhe pse duhen kurthe të tilla. Duhen ndonjëherë, realisht duhet. Se njeriu humbet. Humbet prej obligimeve të shumta që i ka. Agjende të mbushur. Po agjendat janë të tilla, tash jemi përkushtuar ndaj punës dhe ndonjëherë harrojmë çdo gjë duke u fokusuar në punën. Ne do doja fillimisht përpara se të kalojmë tek pjesa e intervistës dhe këta përse jeni i ftuar, unë do doja që të diskutojmë me ju fillimisht temën që e kemi për sot me Gjen. Temën pse si shoqëri është një thënie shumë e lashtë kjo. Vitin tjetër do bëhet më mirë, me shpresë që do bëhet, kemi ditëlindje dhe pas ditëlindjes do bëhet më mirë, kemi një gjë të caktuar dhe pas kësaj date do bëhet më mirë. Pse qëndron kjo në psiqikën e njeriu? Shumicën e rasteve është burim frike. Është nga frika. Shumicën e rasteve është burim frike, se përndryshe njerëzit funksionojnë me plane, me projekte. Ky projekt, realizimin, pritshmëritë i ka për këtë fazë, në këtë fazë arritet kjo fazë, nëse nuk arrihet, pastaj prap ka përfitime tjera. Në shoqëritë tona që janë pak me një këmbë më të qartë, funksionon pak më ndryshe. Njerëzit kanë frikë, njerëzit nuk i besojnë sistemit. Po. Do të thënë ndikimi i sistemit, mosbesimi i vendit ku jetrojmë, aty ku i besoj sistemi, ndoshta statistika nuk kam për treguar shpirtëror, por ti shife në Zvicër për shembull, ose në vende më të zhvilluara që janë, numri i ateistëve është më i lartë në regjistrat e popullatës. Se funksionon kështu? Funksionon se i beson sistemit. Thotë për mua është ky sistem, është shëndetësia, e kam këtë datë, është në rregull. Është rroga, punoj nuk punoj, është rroga në rregull. Te ne pjesa më e madhe varen prej mëditjeve. Mëditje në janar nuk ka. Prandaj është pjesa e janarit që ju dhe më shumë në janari, se nuk punohet janar. 7 muaj janari, ashtu i quajmë. Janari, se nuk ka Shumë rroga. ashtu duket. Dërtimtaria nuk punon. Çka këto në përshpia që punojnë këto, nuk pjesa më e madhe e krahut punës në janar nuk punojnë. Migjen në botë ndoshta në vendet më të zhvilluara siç e përmendë ka vetëm lidhje me sistemin. Po. Mirë po në vendet të tilla për shembull nëse është rritur ateizmit ne e kemi kombin, mirë po edhe kjo nuk po na nxjerr nga ajo të themi. Nuk vëzë edhe kjo. Nuk po vëzë edhe kjo. Kjo është Ne jemi më të ndarë se kur do qoftë në fakt. Ky është ai kurthi që ne e përdorim për të krijuar një komoditet intelektuale dhe përmes asaj përmbushjen shpirtërore. Vetëm e përdorim si komoditet, se në fakt nuk ka kuptim nuk ka kuptim si koncept për mua edhe për ne këtu, por nuk ka kuptim në punë. Nuk ka kuptim në prodhimtari. S'po kemi ku të kapemi. Se realisht nuk ka kuptim. Nëse prodhoj një karamele, nuk mund ta bëj, kjo është veç për shqiptar, kjo është veç për Nuk ka ndasi. Çështja është ku nuk e ke prodhimin, do kapesh te këto pjesat e nuancat kulturore, te nuancat te mitologjisë, te këto sendet. Që ndonjëherë nuk është që të shpëton se të lën aty ku je, gjen gajret. Gajreti është pjesa komoditeti më i pafavorshëm në prodhimtari. Se hajtë se bëhet më mirë, hajtë se bëhet më mirë. Shpresa është tjetër gjë, por shpresa duhet të funksionojë me plane, shpresa duhet të funksionojë me projekte që të ne nuk ekzistojnë, po. Ekzistojnë një minoritetet të caktuara sigurisht. Të themi individ. Individet, ato individ ne nuk e dim se çfarë bojnë realisht. Se nuk është nifet prodhimi, e kam thënë disa herë këtë pjesë. Cilësia në fakt. Si shoqëri ne nuk shuhemi për prodhimtari, si shoqëri kolektive. Për prodhimtari duhet funksionojnë shoqëritë individualiste. Ne funksionojmë me emra, ata funksionojnë me produkte. Fatkeqësisht kështu është, por unë do doja të diskutojnë me që jemi këtu pak përpara se të kalojmë tek ajo tema përse e kemi edhe të ftuar. Shikojmë shumë padrejtësi në vendin tonë. A jemi si shoqëri në gjumë letargjik? A vazhdojmë të flejmë si shoqëri? Mendoj që për fat të keq kjo 20 e kusur vjet ndodh te ne. Dhe vazhdojmë. Vazhdojmë të jemi. Ne kemi nuk është që frika e ndryshimeve, ne kemi frikë ndryshimet. Flas shqiptarët në Maqedoni i kanë frikë ndryshimet. Veç hyn në shtëpi, shifi perdet një 20 vjet i ndojnë. Ka uçat ashtu. E kanë thënë nuk i kemi frikë ndryshimet. Për dallim nga Kosova dhe nga Shqipëria ne dallojmë shumë. Nuk po flas kush është më mirë, kush është më keq. Nuk i duam ndryshimet. Edhe kjo pjesë pastaj kur ke një comfort zone,
nuk është edhe çështje është pak më frikshme, po s'dua ta them, është pak më frikshme se komfort zona kjo. Ne kemi atë rritin e individit, ne kemi mitin e individit, ne duam një idhull person. Shifet si funksionojnë partitë ne për shembull. Është një person, identifikohet me atë person. Është ky person, jemi në rregull. E përmendëm Bayraktarin. Jemi në rregull, po të jetë ky person është në rregull. Ne vuajmë për një bari. Është tregues pak i keq se i bie që jemi turm. Po, realisht zakonisht identifikohet me dele që nuk do t'i fyej. Po. Njerëzit edhe unë jam pjesë. Po duke di se si funksionojnë gjërat, jemi pjesë e turmës. Deshtëm ne apo s'deshtëm, jemi pjesë e turmës. Thuhet në atë turma është e prirë, vuan për një bari. Sigurisht. Që nuk supozohet të jetë kështu. Kjo është pjesë, kjo është sistem. Kjo është sistematizimi i njeriu aty ku duhet të jetë. Është e çuditshme. Është një fjalë arabe të përdorin zullum, e përdorim edhe ne. Ne mendojmë që zullumi është të thyesh, të prishësh. Edhe kjo është zullum. E çuditshme zullum është ta vësh këtë këtu. Ku se ka vendin. Te ne kjo është pjesa më e madhe. Ne i mbyllim syt përpara kësaj. Ai shohim, pastaj vjen një kohë dhe nuk i shef më. Nuk i shef më se shef veç pozicionin tënd, po pozicionin tënd kur je në survival mode, kur je në atë të mbijetesës, nuk shef kur aty ku duhet. Ne jemi në atë nivel mbijetese. Në fakt edhe është nuk e di, nuk ma merr mendja që politikanët tonë janë të zgjuar sa ta kenë bërë të qëllimshme këtë gjë. Megjithatë na kanë lënë në këtë nivel mbijetese që të jemi të kontrollueshëm. Unë vetë kam një pyetje, se pasi që po zhvillohet kështu biseda, si mendoni politikanët tanë sa kanë të zhvilluar këtë pjesën psikologjike, kanë, domethënë, ndikon edhe tek ata gjithçka që ndikon edhe tek ne qytetarët, apo ata jetojnë në një botë imagjinare që ne as pak nuk po mundemi. Nuk dua ta politizoj as pak bisedën. E kuptoj, po është deluzioni që ne ju kemi dhënë, se nuk mendoj që janë të zgjuar. Po. Personalisht. Po. Gjithashtu mendoj ashtu. Po, e kam fjalën, e kemi dhënë ne këtë deluzion. Po. Dela jo aty. Bayraktari jon. 2-3 vete jemi këtu. Po të fillojmë, ne do të detyrojmë ta bëjmë kështu, për 5 minuta ndryshon postura jote fizike, ndryshojnë pritshmëritë tua, edhe pastaj ndryshojnë edhe këto direktivat e tua ndaj nesh. Kjo është e natyrshme te njerëzit. E imagjino kur ke 10.000 njerëz, kur ke 5.000 njerëz që ta bëjnë këtë gjë. Ne kam fjalën, ne jemi ata që kemi ofruar këtë. Po. Sepse shpresa e fundit është partë nuk do ta bëj temë politike, megjithatë dash e pa dash duhet të prekim pak keq, sepse ne si shoqëri e mesme këtu nuk funksionojmë dhe nuk ekzistojmë për mediat. Këtu funksionon o VIP o politikan. E ne jemi të pavënë re, kur ti je i pavënë re, kur je gjatë kohë i pavënë re, ti je i parëndësishëm. Edhe me kohë kur ti jepet, kjo si të fëmijët, i thot një fëmijë, lulleti, rri aty ti, s'diti. Ai s'do di. Ai do di, po do di shtëpie. Prandaj edhe shqiptarët tonë kur dalin jashtë shtëpie, të çajnë më dysh, kur janë këtu brenda janë asgjë pikërisht tek kësaj. Sepse kemi qenë gjatë gjithë kohës të shtypur, të heshtur, të dhunuar nga media, nga institucionet, edhe fakti që nuk funksionon pa patur njerëz nëpër. Kjo është merri që na ka ndodhur, edhe ne e kemi lejuar të ndodhi, se asgjë nuk ndodh pa lejuar ti të ndodhi. Se është vetëdia kolektive në përgjithësi që e kemi miratuar, të themi, pa dëshirë. Kur jemi tek psikologjia kolektive, unë dua pak a shumë të flasim për vendin ton. Ka qenë një vit mjaft i vështirë, Migjan, ka qenë i përmbushur me shumë raste tragjike, në cilat ngjarje mendon se kanë lënë gjurmë më të thella psikologjike në vendin tonë. I kemi përmendur në fillim të emisionit, patëm Koçanin, i patëm Beturinat për një periudhë që këto ndikojnë shumë në fakt në psikologjinë kolektive, me të vërtetë po, sepse edhe po ti jesh i lumtur, i stërmbushur me pozitivitet në jetën tënde personale, del jashtë shtëpisë, hap derën, domethënë ato negativitetet që ndodhin, ato aromat, bukuritë që i sjell vendi jon, që Zoti na e ruaj dhe na i shtoft me të mira, siç e thotë edhe drejtori shpesh mirë, po sa kanë pasur këto ngjarje ndikim në psikologjinë e qytetarëve. Si mendon ti? Maqedonia si e përjetoi këtë vit? E kam përdorur, por nuk është shafatgjat, mendoj unë. Nuk është shafatgjat, se njerëzit edhe e përdorin fatkeqësinë pastaj për të viktimizuar, dhe kur viktimizohesh, gjen një streh lëmoshe, po e quaj. Qoftë morale, qoftë edhe financiare, nuk do të tillë keq absolutisht. Sigurisht që ndikon, por te ne i stërzgjasin këto. Edhe në një minutë statistikisht ndodhin 18 mirë dhe 1 e keqe. Fokusi jon nuk është te 18 mirat. Fokusi i mediave nuk është te 18 mirat. Fokusi është në përgjithësi te kjo drama që ndodhi, te kjo e keqja që ndodhi.
Në përgjithësi, në shoqëritë e tjera, lajmet e këqija, vetë vrasjet nuk publikohen. Kronikat e zezë. Publikohen, ne nuk jemi këta. Misha Gleni thot, mafia është një popull, krimi është një popull. Ne nuk kemi pjesë atij popullit. Me atë popull ka institucione të cilat merren. Te ne është e keqja që institucionet nuk merren. Te ne është e keqja që nëse del dikush më rreth mua, unë duhet të mbledh gjithë mahallën sepse lajmëroj policinë, më ndodhi një situatë në shtëpi reale, e trita policinë, absolutisht asgjë nuk bëhet, nuk është vetëm unë, kjo është të gjithë tjerët. Edhe kur e shohun këtë thyet besimin ndaj institucioneve. Thyet, edhe unë filloj pastaj marr thras fisin, thras shokët, hajde që do i marrë duart e mia. Të duhet ta e kam thënë, prandaj bëhet te ne e madhe kjo gjë. Çështjet e fatkeqësive, çështjet e dramave në familje, sepse askush nuk i shef këto. E kam thënë, fokusi është o te VIP-t, o te politika. Kjo është ndryshe quhet shplarje truri në fakt, se të bën inekzistent, të bën ndihesh inekzistent, dihet është i parëndësishëm. Ndihesh i parëndësishëm. Ne pjesën më të rëndësishme tonën sot e kemi gjetur e agjentë e ChatGPT-a, kjo është tmerr. Kjo është tmerr. Edhe pastaj fillon defokusohesh. Kur je në nivel mbijetese si shtresa mesme, se ke fokusin aty ku duhet jetë. Nuk është te cilësitë e mia, te potencialet e mia, po si të arri këtë, si të arri këtë, si të tregojmë mirë për këtë, sidomos influencat sot të këtyre rrjeteve sociale, që si të jemi mirë për tjerët, kjo është tmerr në edhe vetë karakteri dhe personaliteti i njeriu tashmë është bë algoritëm, unë them, se domethënë nëse unë e pëlqej bretën e bardh, dhe fillon domethënë edhe pse nuk është ndoshta shija ime apo preferenca ime, filloj ta pëlqej sepse algoritmi ta shet një produkt të tillë, një mendim të tillë, një ideologji të tillë, dhe pastaj fillojmë domethënë të bëjmë pjesë e algoritmit, e cila neve na shitet dhe ne e blejmë pa asnjë pikë problemi. Ky është edhe qëllimi i kësaj inekzistencës që nuk mendoj që na është bërë me dashje, se duhet bajagjizuar ti të kesh një projekt të tillë që të ne nuk realisht ndikosh për ndryshimin e me. Ne ka ndodhur aksidentalisht kjo gjë. Besoj që është aksidentalisht, se do kishte dalë 20 e kusur vjet, do kishte dalë në dritë, të pak një shkreptim do kishte dalë që prit se ky që ka i nën lutni që paska. Që udhërrofyesi. Nuk e kemi një tillë. Po. Nuk e kemi as struktura të tilla në fakt. S'po kemi ku të mbahemi. Te ne shteti funksionon për dënime. Po. Nuk funksionon, nuk dënon gjithmonë edhe persona të duhur. Është si një bab i keq, bën fëmia mirë, thotë tek e për vete. Bën fëmia keq, do të më morë fytyrën. E njëjta gjë është me këtë shtet që ndodh këtu. E pa mendoj fëmijë del si del. Po, ku jemi këtu tek fëmijët, unë do doja që të ndalem pak të disa fenomene, ku i përmendëm edhe rrjetet sociale, të cilat kanë ndikuar negativisht shumë tek të rinjt, të cilët i kanë fatkeqësisht, unë i them këta dreqerit në përduar, që në moshë shumë të vogël. Kemi patur shumë raste abuzimi mes të rinjve, miqen. Kemi patur disa filmime. Këtë vit ka ndodhur. Është bërë pjesë e përditshmërisë. Kjo është drama më e madhe, besoj që. Kjo është drama, po, që do doja ta diskutoja se ku po shkojmë si shoqëri. Po dalin, po abuzohet me fëmijët, abuzojnë shoku me shoqen, shoqet me shoqet, po bëjnë filma të çuditshëm njëri me tjetrit, filmohen, të cilët edhe postohen, dhe fundi nuk përfundon ashtu siç duhet, për shembull. Nuk e di si ta parafrazoj, sepse nuk kisha plan ta përmend, po është një gjë. Jo, do doja ta diskutojmë sepse është shumë e frikshme është. Që kemi bërë një lloj, mos e quajmë studim, po me të rinj, moshave 17-18 vjeç. Edhe mbi 80% dolën me tendenca sociopatike. Që në fakt ishte studimi, hulumtimi ishte për orientimin profesional. Pjesa më e madhe dolën tendenca sociopatike. E frikshme. Në Maqedoni? Te ne. Nuk duhet ta specifikoj vendin ku, megjithatë kjo është në masat. Dhe kjo është mendoj që është për shkak të është e ardhmja jonë. Jo, do jenë ata njerëz që do udhëheqin shtetin. Varet çfarë ofron e ardhmja, sigurisht, se ka, mirë po, është e frikshme si tendencë, ky lloj agresiviteti që është te rinj sot, ky lloj edhe agresiv verbal edhe agresiv fizik është pak e frikshme në fakt. Pse mendon se ndodh kjo? Në fakt, shikoj edhe në gjeneratën time për shembull, sepse jemi gjenerata të ndryshme, për në gjeneratën time po ka pasur nxënës shoqëri, domethënë rrethi që kanë qenë. Po, është shumë e vërtetë. Edhe tendencat agresive ishte mi bë detyrat
më efektore sporti, diçka. Më përpara unë do të banale potencoja që ka qenë edhe ajo mbështetja familjare, ndoshta fëmijët nuk kanë pasur edhe shumë mbështetje nga prindërit, prindërit nuk janë marrë shumë me fëmijët, dhe ata fëmijë, siç e thonë tash populli kanë qenë më të lëvizshëm apo si. Po edhe sot merren më shumë, po merren gabim. Po pse ndodh kjo? Domethënë nga si mund të ketë një përqindje kaq të madhe të sociopatisë është ekspozitura e tepruar e seksualitetit. Që rinia, fëmijët 9 vjeçar e shohin sot edhe kanë akses. Edhe kjo nuk korrespondon me pritshmëritë, nuk korrespondon me me biologjin po me antropologjin, ose kundi nuk funksionon. Ai fëmijë 9 vjeçar e di sakt çfarë është, e di si është, po s'ka ku, s'ka si, se është 9 vjeç, 10 vjeç. Para mendoj gjithë këto frustrime, ai do t'i projektoj të një figurë femërore me afër në shtëpi, që është nana, është motra. Kjo fillon ta haj për brenda. Sepse natyrisht është kjo, quhet kompleksi Edipit në një farë moshe, pastaj është Edipi pa diferencuar mbrapa, ndahet në faza, megjithatë në një moshë latence, kjo është shumë e rrezikshme kur në një moshë të caktuar është e natyrshme, se e dim çfarë është, edhe ka njerëz martuar, ka njerëz ka një moshë që i lejohen ca gjëra të caktuara, mirë po jo moshës 9 vjeçare. Edhe sot prindrit mendoj që se e dëgjoj shpesh këtë sot merren ndoshta më shumë, po merren në mënyrën e gabuar. Është një që quhet soft parenting, që është muhabet në vete që do të bëjmë, që nuk është fëmia shefi. Komenti më shumë që më pengon nga prindërit është, fëmia ime është më i zgjuar për moshën që ka, që është një gjë shumë e gabuar. Unë mendoj personalisht, që nëse fëmia është 7 vjeçar dhe sillet si 12 vjeçar dhe bën krenar këtë prindi, është një gjë shumë e gabuar. Fëmia duhet të kalon moshën përkatëse në të cilën është. Domethënë për moshën 7 vjeçare lejon këto gjëra, për moshën 8 vjeçare këto e kështu me radhë. Prandaj mendoj që edhe kjo ndoshta është pak a shumë edhe veti negative e cila përsëritet edhe tek prindërit, mirë po përçohet tek fëmijët. Të bëjmë një apel, domethënë për gjithë prindërit të cilët na shikojnë dhe që shikojnë kështu tipsa tek fëmijët e tyre. Qofse flasim për fëmijë, sepse përderisa po e dëgjoja Migjenin po shqetësohesha, sepse mundohem që të kërkoj referenca të ndryshime që i kemi me fëmijët për të parë a i kanë këta fatkeqësisht çfarë duhet të bëjmë si prindër, Migjen? Të mbahemi me njëri tjetrin. Të komunikojmë. Burri me gruan duhet të jetë pjesa thelbësore e familjes, nuk është fëmia, se kjo na të merron sot. Fëmia është bota ime. Si mund të jetë bota jote një individ me qyra dhe me pampers? Si mund të jetë bota jote? Bota jote është gruaja jote, bota jote është burri jot. 100 herë kam thënë këtë gjë, edhe do të përsëris vazhdimisht. Gruaja jote është fytyra e fundit me cilën ti e mbyll ditën. Gruaja jote është fytyra e parë me cilën ti e fillon ditën. Si mund të ketë person më të rëndësishëm në jetën tënde? Dhe kam fjalën, nëse kjo dinamik nuk funksionon. Sot i shef e përdorin fëmijët, prindërit sot. Një problem i vogël, flitin sallon, unë do flej me djalin, unë do flej me vajzën, e për kur fillojnë këto nuk është ndrejt. Ka filluar manipulimi që atëherë. Ka filluar, po. Edhe fëmijët e dinë këtë gjë. Tendenca e fëmijëve është t'i ndaj prindit, jo të divorc, po t'i ndaj që të krijojë hapësirë ndërmjet tyre, të krijojë hapësirë sa më komode, sa më të gjerë ndërmjet tyre, hapësirë veprimi ndërmjet tyre. Edhe fëmijët i duan këto. I duan për përfitimet veta, kur njëri thot po, tjetri thot hajde se s'është problem. Kështu që e gjen mbështetje në anën tjetër, kur fëmia e shef që baba me nanën, pavarësisht rrethanave, pavarësisht situatës, janë të dy dhe janë një mendje, do të tërhiqet e do krijojë modus të vetin që është i shëndetshëm për vetin e vet. Ky është modeli që duhet ta shohë. Gjithmonë është parimi që fëmia ndërton karakterin e vet në mënyrën se si baba e shef nanën. Edhe nana i flet babës. Fëmia kështu ndërton karakterin e vet. Pastaj personalitetit i pahet i merr përmes pyetjeve që bën fëmia. Pse është kjo? Përmes përgjigjeve që i merr, përmes kësaj ndërtohet i pahet. Një mesazh shumë i bukur të Tro, më pëlqeu shumë. Në fakt kjo është realiteti, domethënë raporti. Jo, fiton u rritën më, nuk kemi kohë për redaktim, po tjerët duhet të jetë. Po edhe për të tjerët, po mundohemi tash kur flasin këta, mundohemi që të kujtojmë ngjarje të cilët sigurisht që në çdo familje na kanë kaluar, edhe i kanë dhënë, sepse është mosha e tillë e fëmijëve që kalojnë dashur pa dashur, është si gjenerat që po rriten me hapa shumë të shpejt, po zhvillohen në hapa të çuditshëm. Por e kemi diskutuar edhe disa herë në emisionin tonë të mëngjesit, kemi patur edhe psikologë të ndryshëm, mungon komunikimi shumë me fëmijët, që dikur u adhëm për t'i heshtur,
për të patur raportin ton, komunikimin më të mirë, më të rehatshëm dhe jemi fajtor, unë mendoj që jemi fajtor si prindër që po vinë këta gjenerata. Domethënë, fajtori kryesor edhe pse thua që duket pak sa egoiste kjo që e the në shoqërinë tonë, që duhet të duhemi njëri tjetër dhe jo fëmijët, por realiteti është ky. Jo, mos i duam. Është shtrizë pas fëmijës. Mirë po, si prioritet. Si prioritet duhet të jetë, po, pikërisht. Jo si dashuri, edhe si dashuri, normal, ose deshe fëmijën. Shiko, dallon dashuria, domethënë që e ke me partnerin normalisht me fëmijët. Fëmijët janë të tillë që manipulojnë dhe shfrytëzojnë momente. Dashuria nuk është emocion, dashuria është atmosferë. Çfarë ofron? Si ofron? Çfarë energji ofron? Edhe secili pastaj merr për asaj gjë, fëmijët marrin më shumë për kësaj gjë. Edhe i detektojnë më shumë. Kam lexuar për këtë gjë që është shumë e rëndësishme raporti burrit dhe gruas në këtë rast, që ndikon domethënë shumë në psikologjinë e fëmijëve dhe le të jetë ky një mesazh për të gjithë ata prindër që janë të rinj ndoshta, apo prindër që po kalojnë faza të vështira me fëmijët e tyre, që me të vërtetë ju jeni pasqyra e fëmijëve tuaj, ju jeni pasqyra e prindërimit në fakt, që ata e shohin dhe ata e përçojnë në përditshmërinë e tyre. Të kalojmë pak tek ndrimi motmoteve, sepse kjo është harron temën. Nuk ka problem, sepse janë tema të na prekin shumë në nevojshme. shoqërinë tonë. Kemi patur shumë ngjarje të ista. Shive, nuk është çështja një rast precedent. Çështja e frikshme është kur përsëritet për ditë. Si çdo gjë tjetër. Po flasim. Po se ti dhe kujtoj si situata, po është një situatë, dy situata. E frikshme është kur bëhet refreni për ne ditë po që flasim në fakt me materiale. fenomene që kanë ndodhur këtë vit. Në fakt mund ta potencojmë këtë sepse kanë ndodhur raste të shumta me fëmijët, siç e përmendëm, do të thotë për leshje të shumta në shkolla, në lagje, filmime, do të thotë kjo është domethënë një ndikim normalisht edhe i prindërve ndaj fëmijëve, mirë po edhe ndaj kolektivit në fakt, përgjithshmëri. Të flasim për ndrimin e motmoteve si ndikon tek të mëdhejt dhe si po ndikon tek fëmijët. Ne përmendëm që nga mëngjesi me dritrojnë që më të vërtet unë për shembull as pak nuk më ndez kjo atmosfera e fundvitit, e kam një farë lloj presioni, mezi pres domethënë të kalon dita e 3 e 4 e janarit, të fillon më ai depresioni tjetër i janarit, domethënë më ngjall shumë presion. Personalisht mua. Pastaj vjen Smith ke vënosë dhe ti thyen kamat nëse. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet, mirë po. Si ndikon Unë tek mendoj që është ndjesia kolektive që reflekton mbi Valbona. Po dikush kënaqet sepse është tash në rrjetet sociale këto festat e fundvitit, domethënë kënaqen kanë këto institucione që festojnë domethënë çdo ditë diçka, kjo Secret Santa që bëhet në punë, domethënë janë këto të shumta të ahengje që organizohen, mirë po në mua nuk ngjall, vetëm presion më ngjall kjo periudhë dhe e tha me dritrojnë na harxhon emocionalisht, financiarisht, në çdo mënyrë, domethënë harxhohemi. Pse ndodh kjo në fund vit? Festa si fest supozohet të jetë e hareshme kur viti ka qenë produktiv. Është si thëmë, si shifi festat fetare, për shembull shifi Ramazanin, ka agjëru 30 ditë dhe në fund e ke fest. Po. Kjo është tamam, kjo është e pjesa që ti e gëzon, s'ngopesh me bakllavë, s'ngopesh me e kam fjalën këtë kuptim supozohet ta ketë festa. Këtë kuptim supozohet ta ketë. Po abuzojmë pak a shumë? Festat nuk e di, varet. Po mendoj që është më shumë hi syve, që ja edhe me dhe vetes tonë. Se thash në vende tjera nuk shef fest, nuk shef atmosferë festive, po, mi pa i tregon pas të kur shef ti statistikat, kur shef rezultatet, te ne nuk funksionon kështu. Një vit konsiderohet do ishte fest tamam, në qoftë se një vit do ishte i përmbushur tamam, në qoftë se unë do isha i përmbushur tamam, vitin që kaloj, edhe këtë vit do kisha bërë një përmbyllje të mirë, qoftë edhe bilancet financiar, qoftë edhe bilanceve etike, të gjitha këto tjera që janë. Megjithatë, te ne është hi syve më shumë kjo gjë. Vetëm shife ironin, del në qytet ke drita, ke një pishme drita, ke ca drita atje, kur kthehesh në shtëpi, njëra fazë nuk të punon. E kupton çfarë tmerrje është, çfarë dëshpërimi është për fëmijët, edhe ai fëmijë me direkt thotë nuk dua të jetoj më në këtë shtëpi. Mbi të gjitha del ta shohësh pemën në mes të qendrës dhe ajri, smogu nuk ta lejon të shohësh 2 metra më larg. Kjo është mundësi kur atmosfera në shtëpi, atmosfera jashtë shtëpisë jetë më e këndshme për fëmijën sesa brenda në shtëpi. Edhe barra më e madhe si babë është kur ti nuk ndjen faj për këtë, edhe nuk e faj për këtë. Edhe pastaj dalim nuk mund të ndryshosh. Festa dalim, plas një pjesë e madhe nuk kanë rrymë, realisht nuk kanë rrymë.
duke filluar vetë kjo. Po. Për mos Po janë shumë gjëra tjerë, ka një kalvar nuk duhet të problemesh të japë cilët nuanca dramatike, nuk duhet Normalisht. të zymta. Kjo është realiteti jonë, kemi edhe Na pëlqeu, s'na pëlqeu, kjo është, Janë sene që i shohim i dëgjojmë për ditë. kur nuk i kemi gjërat elementare si mund të shkojmë tek gjërat që na përmbushin dhe na japin Kemi edhe të shpresë. kundërtën e kësaj, kemi për shembull raste që kushtet i kanë fëmijët më të mira në shtëpi se sa ata nëpër shkolla ose nëpër kopshte që nuk duan të shkojnë. Kemi një paradoks në këtë shoqërinë tonë që Edhe duhet të jenë në fundit, po vetëm kjo pjesa e dramës nuk duhet të jetë, kjo pjesa po, të mundohemi që dramës të ikim të variacione duhet të jenë si të fëmijët. Imagjino ti kesh 3 fëmijë njësoj. Ymrit hajt. Po shqyr që dallojnë me njëri. Shqyr që njëri është më thyen, tjetri bërtet, tjetri çan pa lidhje. Edhe ti si prind merr si thon tre moduse të ndryshme brenda ditës, brenda një ore. Shqyr që është kështu, që ke variacione. Njëri flen më mirë. Kemi një mesazh që na ka dërguar nga Zvicra. Thot shumë bukur e thot zotriu në studio, mysafiri. Burri dhe gruaja janë shtylla e shëndosh në ndërtimin e të ardhmes të fëmijëve. Faleminderit shumë. Po kemi shikues të shumtë, kemi nga Mërgata, që e ndjekin emisionin ton, edhe kemi një interakcion gjatë gjithë kohës me ata. Dhe i falenderojmë publikisht, kështu që mundoheni për çdo ditë të jeni me ne, me çdo lloj teme që po diskutojmë. Migjen, me që jemi edhe nga fundi i emisionit. Ua, sa shpejt shkoj. Migjen ka qenë një I hikëm komplet skenarit për ditën e sotme, sepse kemi përgatitur diçka tjetër. Jo, janë tema të cilat do të me Barsalet ato, ti do të qeshin pak. Është tema e cila na përfshin në këtë vendin ton të mirë, që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira. E themi për çdo ditë si refren këtu, sepse e dim se si jetojmë dhe se si mundohemi të mbijetojmë, që nga ajri, që nga ndotje të shumta, që nga mbeturinat, transporti publik edhe shumë probleme tjera që i kemi, por mundohemi paksa të shikojmë në anën tjetër medaljes. Si të mundohemi të perceptojmë gjërat, edhe pse jemi në këta të këqija, si të mundohemi të shikojmë në dritën në fund të tunelit. Duke si shoqëri kërkuar vazhdimisht fajtor. Mos kërkojmë. Se ne si fillojmë të reflektojmë. Ne si shoqëri kemi qef këtë që fajin për lumturinë tonë e ka dikush tjetër. Po. Ne si jemi të lumtur se shive ajri. Shumë ankohemi. Ne si jemi të lumtur se s'ka këtë. Fillo ktheje gishtin te vetja jote për shumë sene. Sigurisht sistemi ka të vetat mirë, po prapë thash edhe çfarë në fillim që jemi ne ata që ja kemi ofruar këtë deluzion. Jemi ne ata që kemi ofruar këtë podium, po ata mund të rinë komod aty. Kushdo që të jetë aty, mund të jetë udhëheqës institucioni, mund të jetë kryefamiljar, mund të jetë. Jemi ne ata që kemi ofruar pjesë. Dakor? Ne harrojmë këtë gjë. Ne harrojmë këtë gjë, sepse nuk e kthejmë gishtin te vetja jonë. Nuk e dimë rëndësinë tonë si shtresë e mesme e popullatës. Cila është duke mos kërkuar. Cila është shumtë në këtë vend tonë. Kjo është shumica, kjo është ajo që pagon taksa, kjo është ajo që voton. Se këngëtarët nuk votojnë. Sigurisht. Ndoshta votojnë, po ku e di. Nuk kanë kohë, se janë të angazhuar. Ose flejnë ditën se janë zënë natën. Ç'është kjo, po me shakave se. Po, njohim edhe i dum shumë. Po, sidoqoftë e kanë fjalën popullata e mesme është ajo që vendos, është tabani i këtij vendi, ne harrojmë këtë gjë. Në qoftë se ne arrim ta shohim këtë gjë, që ne sjellim ndryshim. Ne jemi vendimtar për shumë sende, për shumë hapa që shkojnë mirë ose keq. Edhe ne në bazë të perceptimit tonë, në bazë të kreatave tonë, në bazë të dëshirave tonë, në bazë të investimeve tona, ne e vendosim, ne harrojmë këtë gjë. Edhe kur momentin e parë kur ta kujtojmë këtë gjë, atëherë do të shohim si do atëherë do të shkojmë. Do bie zgjidhja. Pas shumë kohë, faleminderit shumë që na erdha në studio. Është fatkeqësi që shumë pak kohë në fakt na dalë për biseda të shumta. Pas janarit më gjeni do të gjejmë një temë të mirë. Them akullin këtu për në mendim vëdje. Kështu mohabet alla popullore. Do të thonë një vit kontakt, do të thonë me Migjenin, pas një viti u realizua kjo bisedë, po jam shumë e lumtur që jam shumë e lumtur që po e përmbyllim një ndër intervistat e fundit bashkë me ju dhe shpresoj që ndrimi më të motëve të na gjej pak më të lumtur, pa ankesa, më të përmbushur dhe më shumë shpresë tek vetja. Patjetër që po të gishtin ta kenë vetë. Faleminderit. Të mbarë suksese edhe arritje qëllime gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit Valbona, faleminderit shikues dashur. Ne japim fund emisionit këtu me shpresë që do shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë.